Buçi më bu CHI. Bu CHI. Ne, po. Arritëm. Po arrit. Përshëndetje në Boston. Përshëndetje aty në Gjermani. Angër të mojë dhe nuk e di ku jam. Wow. Ku jete me seriozitet, se nuk e mbaj mend. Në Berlin. Në Berlin. Tja ai zemër, ne kemi fiksim këto me bë, nuk lëvizim do të fare. Po. Ja, unë dua të lëviz në fakt, do të shkoj në Texas, po. Edhe unë do Kismet. në Texas. Isme. Po unë se them kismet fare, është e pa. Të tani të bëj lari një ca pyetje shpejt klasike kështu. Sa është ora aty? Tu tani është 1:25 e drekës. Ku është më mirë aty apo në Shqipëri? Qa, pyetje e këtë? Po qa bëhet mo? Si po ja kaloni? U shpua të gjithë ju andej, i bët vaksinat? Shumë veta e kam bërë, do me thënë, personalisht unë se kam bërë, se shoh të arsyesh me ta bëj, po. Unë e bëra të parën. Për? BioNTech, shumë mira e para, po unë e bëra se kisha edhe si biçim detyrimi, të më thënë, jo detyrimi, po kështu nga puna. Ke parasysh ata inxhinierat që kanë përgjegjësi të madhe që bëjnë dhe këto meeting gjëra, do të thënë ata janë në moshë të gjithë. Kështu që po. Unë deri tani nuk e se kam pasur ndonjë detyrim që ta bëj, edhe me qenë se edhe e kalova atë kur ishe në prill, fillim të prillit, besoj se kam nevojshme ta bëj vaksinën, po shikojmë më vonë nëse ndoshta nga puna ose diçka tjetër na detyrojnë ta bëjmë apo. Këtu tani nuk është detyrim ata. Me sa di unë përveç nuk e di për këto mjek edhe për gjëra, po nuk është për detyrim. Edhe për mua për shembull vetë individualisht me vinte radha në fundi gushtit, domethënë. Po këto të punës në bazë të atij artikullit për prioriteti, domethënë që janë ato ligje speciale kështu, domethënë mund të kategorizohesh unë si prioritet nga që kam të bëj me persona që janë në rrezik, domethënë. As këtu se është me detyrim, po është thjesht si tip presioni social, kur shkon në punë ti, nëse nuk e ke bërë vaksinën, duhet të shkruash emrin në një listë që nuk jam i vaksinuar, duhet të rish me maskë, ndar nga gjithë të tjerë, domethënë nuk është e detyruar me ligj që ta bësh ti, po vetë rrethanat janë që është si tip forcimi, është me forcë që ta marrësh vaksinën, të shtytë drejt asaj. Është, ajo që ndron aty ke të drejtë. Po për shembull këtu që lajmi i mirë, Austria ja hoqi të gjitha ato barierat Shqipërisë, domethënë as test, as mask, nuk e di un, po as test, as vaksinë, as kështu gjenezim që ta kesh kaluar, nuk kërkohet më nga Austria për shembull. Edhe do e ndjekin këto tjerat me na. Që të fluturosh po ta? Po, që të hysh në Austri. Po. E pash një lajm i parë që thoshte që eksplicit Shqipërisë dhe një 2-3 vende të tjera, domethënë. Po që gjë e mirë. O zona për Shqipëria më mirë nga të gjitha. Me këto. Më mirë nga Gjermania, më mirë nga çdo lloj vendi tjetër, kështu ata s'kan më raste fare valla. Po, shumë domethënë është bërë shumë mirë, edhe përgjigje që ndodhi për atë për virusin. Po. E bën dhe mirë ata plako që se mbyllën keq fare. Këto maskat seriozisht mirë i bën që i vunë me ato mendjet e tyre që kishin, nuk po i gjykon njëri tash, po këto ka për 5 ditët e fundit përveç dije dhe sot. Këtu në Berlin ka valur deri 36 gradë. Është fucking unbearable, plako, është nuk mbahet fare, nuk e di. Po, është jashtëzakonisht shumë e bezdisme. Është një gjë, edhe këtu është shumë vallë, është edhe vetë vendi që është shumë lagështirë dhe nuk durohet fare, po. Ku je me maskë, këtu e kanë hequr për shembull, nëse je i vaksinuar nuk të kërkon njeri që të mbash maskë më të ecësh për dal. Plus ajo nuk është efektive, janë ato maskët që janë efektive, nuk janë ato maskat e thjeshta që ti blen në dyqan aty. Se disa janë me çmime ato në Shqipëri apo ku diun. Ato do me thënë, në fillim thanë nuk mbron fare, pastaj thanë që mbron, nuk ja shpërndan ti tjerëve, po ajo është virusi shumë i vogël që ajo ta parandaloj, nuk ka filtrin e duhur si maskën. Mera, të menduam që në fillim do me thënë, po hajde merre vesh tash. Kur unë shikoj
Te puna për shembull një dy herë kur kam dalë kështu jashtë në terren që kanë qenë punime duke u bërë me plur, domethënë prerje gjëra, me dashur të mas në një gjë mua domethënë, edhe kemi një version tjetër të tyre FFP-ve ne. Ato që janë për si thon, për plurin e holl fare, për atë mikroplurin domethënë, edhe prap ato e lejonin domethënë. Që janë kastile për atë punë dhe prap nuk e bënin punën siç duhet domethënë, edhe më duket pak e çuditshme, po që hajt mo. Ashtu e thanë, ashtu e bë. Po duhen hequr tash avash, është bër keq fare. Përdor trena ti valla, ti ke makinë, prandaj se ti s'përdor trena. Po është keq. Është keq shumë. Në fillim para se të mbyllej që të ndodheshin këto lockdown e gjitha, ipa në tren disa herë, pa atë ishte fillimi, s'kishin filluar njerëzit që të mbanin maska ose dorashka nëpër tren, kështu gjithë ishin normal, nuk e se. Dorashka? Po, me dorashka që mos të prekje kur do mbashe të trenit e ato, mos i preke me dorë, se preke fytyrën pastaj dhe ja ngjisje vetës. O zoti i madh, ja fusën kot. E diti dagu ka që një lajm këtu para 2-3 vitesh thoshte që sasia e mikrobeve që përmbajnë tubat e një nga këto linjat e metros në Berlin mund të jetë më e madhe se sa çdo lloj gjëje tjetër në Berlin. Po, normale, çdo lloj njeriu që i bën atje se atje e jepin më kërë. Pa mundur ta sterilizosh atë që mos i gjejë. Është shumë keq, është linja U8 quhet ajo, domethënë underground 8 është ajo është, domethënë nuk e di çfarë s'na kanë parë syt në atë linjë. Shqyr që mua më bie njëherë në hënë ta marr ata, vetëm kur vete ndonjëherë që takojnë ai shok në një gjë që ata e kanë shpinë andaj sipër po. E linja e keqe shumë, ku e pistët e morti. Po, është. Domethënë qinte më mirë, nëse punon brenda një qytet, ato nuk i shmang dot, se me makina nuk gjen një parkim, të bëhet makina avale më shumë, jo se të zgjidh punë, nëse do punosh brenda një qytet. Berlini ka një të mirë ato të tjera, ku me sa kam dëgjuar unë, se nuk është se kam qenë në qytete të tjera të mëdha, domethënë, por Berlini përveç këtyre underground ka edhe çfarë që janë above ground, kupton? Ose shumicën e ka above ground, se tani këto aty më hamendja mua në këto shtete të tjera që i kanë ndërtuar më mbrapa janë kështu vetëm poshtë ose vetëm sipër, domethënë se tu në Berlin njëri del poshtë ajo njëri ngrihet sipër, e kupton. Edhe është një tjetër një linjë, një trenash, domethënë ajo quhet S, kështu për speed ban. Po. Edhe ata janë më të gjerë për shembull, janë goxha më komod. Ata janë më të gjerë edhe se di, nuk e ndjen ai shumë domethënë atë ngushtësinë. Atë nuk e di. Këto kanë nxjerrë ca trena të rinj, domethënë ajo linja U, që janë shumë të ngushtë valla. Janë shumë të ngushtë valla, domethënë që ulet përballë njëri tjetrin është me atë stilin amerikan që i kanë përballë, se këto sot i kanë kështu si se dili makine, kupton, kështu drejt. Po, ose në autobus. Kurse këto është me atë stilin që janë përballë kështu domethënë, edhe kanë dalë aq të ngushtë këto të tjera tash sa vetëm një person në këmbë mund të ri aty domethënë, është shumë e shpifur valla. Ne mos ma kujto se kur shkoja në punë fillim me ato me tren. Ama kur gjithmonë letinat më dha ato gjithmonë do mbushen plot kur është piku ajo kur shkojnë njerëzit në punë mëngjes apo kur kthehen mas dite. Është e pashmangshme. Po si është linja aty kështu, domethënë networku, domethënë si bie, rrjeti. Domethënë disa janë underground, disa janë Jo, është efikase kanë fjalën domethënë që ka shumë mund të vesh kudo me ato? Po, pak a shumë mund të lëvizësh në komplet qytetin e Bosnjës me anë të trenit ose autobusave. Pastaj për jashtë janë disa që shkojnë dhe jashtë, domethënë që bëjnë me rrugë të gjatë. I këta e kanë me ngjyra, domethënë sipas ngjyrës janë dhe ato destinacionet. Normal. Po se këtu për shembull nuk e di domethënë që ta mbajnë që kanë rrjetin një nga më të mirët. Është më i miri në Europë domethënë si lidhje që bën. Po. Në Berlin nëse dy gjëra kanë, nëse i pastrojnë ato domethënë dhe i konstruktojnë trenat në mënyrë të tillë domethënë që mos të jenë ai shumë të ngushtë, domethënë nuk ka nevojë fare të marrësh makinë, po nuk janë këto. Edhe kam një goxha shok të mirë domethënë që e ka mbaruar shkollën ai xhakshu për inxhinieri elektrike. Edhe është person domethënë që është goxha i lexuar kështu edhe ka qejf të jetë kështu, kupton që për këto green e kuptojnë që më të argjë sa më pak, domethënë ka ato binjet e veta, po që edhe ai ka makinën nga puna, domethënë edhe që sa ka filluar me makinë, domethënë sa që nuk e ndroj më plakun, gjallë në botë nuk e ndroj më. Po. Edhe unë kam
nuk të vjen tipëshme në tren tani, se sado të zgjidhin punë ato, prapë pastërtia brenda nuk është njësoj, nuk janë aq të pastra, se këto janë të gjitha janë nga shteti këtu ku jam unë në Boston. Edhe nuk e ke atë cilësi shërbimi që duhet, nëse ata ndoshta të ishin lënë që të kishin konkurrencë me njëri tjetrin të privatizonin do ishte më mirë, po. Ti bën kështu që i kanë këta plako, këta i kanë kështu private, po të kontrolluara nga shteti. E ke parasysh? Siç kanë sigurimin e shëndetit. Ktu është nuk janë shtetërore. MBTA ajo i ka të gjitha, domethënë ajo është përgjegjëse për gjitha këto të Boston. Edhe nuk janë shumë mirë, domethënë. Autobuset shtyhen, nuk janë aq keq, por kur i në trena pastaj varet edhe me linja, disa linja pak më mirë se të tjerat, po shumica ashtu janë. Nuk le të flasim çik për ato autobuset, kanë filluar dhe aty takon këta autobuset pseudo elektrik? Po më duket se këtu kam ja i vit që s'kam mirë, për ato që kanë qenë janë, po më duket se janë disa që janë hibrid, ka dhe një pjesë të mirë që janë, domethënë me këta të zakonshmit me benzinë. Këtu llaj ti ka të zakonshëm, është nuk e di unë, është një boshllak shumë i Berlinit, domethënë që edhe trena edhe autobusa edhe çdo gjë të mundshme, domethënë ke që nga koha e pas luftës deri ato të epokës së Marsit, që s'ka dalë akoma, domethënë nuk merret vesh fare. Ndaj. Edhe ato hibridët kanë kohë që kanë dalë, po sidomos brenda, domethënë në qytet tash që të bëj reklamën kjo firma ka nxjerrë ca autobusa që janë kështu vetëm elektrik, domethënë. Po. Edhe dukeshin shumë bukur, e ke parasysh ajo zhuma si milingon kur nisë. Edhe të mirë, të gjerë, e kupton, nuk të lodhin ai shumë sa si të lodhin ata autobusat me kështu combustion engine, domethënë. Po si ishin efikas fare me zemra. Edhe pse domethënë më këtu. Po. Edhe nëse se thua ti thash vet. Ne te puna aty, domethënë një nga këta kolegët ka një shokun e ngushtë, domethënë që punon tek kjo. BVG quhet kjo, është qysh keni ju aty, po s'është trenë, është private që merret me këto. Punon aty ai babuçi edhe punon me trenat. Edhe ai thoshte domethënë për këta që në fillim fare kur kanë dalë që i bie këtu para 6-8 muajsh domethënë. Ata bënin shërbim diku tek 1 orë gjysmë 2 orë domethënë. Edhe pastaj bënin 1 orë kthim në stacionin e përgjithshëm. Të karikuar, po. Lidhen edhe karikoheshin për 3 orë. Domethënë, ai bënte 2 orë punë, 2 orë rrugë, pastaj transportin e vet, edhe 3 orë karikim, domethënë, ishte gjëja më jo efikase që kisha dëgjuar ndonjëherë për lidhje me kështu. Po kanë gjë të bukur që duken kështu si Lamborghini, domethënë, janë të lezetshëm nga jashtë. Po, ajo është problemi me gjitha këto që janë me bateri, se sado që tuam themin e jo energjia gjithë vërtet këto, thjesht nuk kemi arritur aty që ti zvendësojmë të gjitha me elektrike, ato janë efikase, plus që edhe vetë bateri që krijon ato ndosin më shumë ambiente se sa po të përdorësh karburantet e zakonshëm. Kjo është vështirë njerëzit ta kuptojnë, plako, sidomos për to që janë me pesha të mëdha, domethënë që nuk tani fatmirësisht është për të interpretuar, domethënë, por që s'e kanë arritur akoma atë stadin që të zvendësojnë ato të tjera, domethënë. Më dukin çike egzageruar kjo që shtyn kështu, se është green, po se na ngret spiritin. Po besoj të gjëja më mirë që mund të bënim ne tani do ishte të gjenim diçka në mes. Domethënë jo plotësisht me bateri se nuk është efikase. Sidomos për transportin publik. Ta imagjino, sistemi i Berlinit të trenave funksionon për shembull 99.99% është elektrik. Të trena, e ke parasysh ti domethënë, vetëm ndonjë kështu që vjen nga jashtë, nga provincat që janë ca që janë me fuel, me diesel akoma domethënë. Edhe të gjithë të dyja këto kompani të trenave për shembull, këto gjithmonë vit për vit me minus dalin, e kupton? Edhe merr subvencione nga shteti, pastaj normalisht ka interesa shteti për qarkullimin e njerëzve, transport, turizëm, mëse të thashë, e kupton? Tani, përderisa kjo është një teknologji që ka kaq shumë vite, domethënë që është provuar e stërprovuar, domethënë duken çik si budallik, që ta shtysh të hëse bën, hëse është e barazvlefshme. Po. Po shiko, problemi nuk është aty, problemi është që gjitha këto që funksionojnë me anë të baterive. Bateria është teknologji shumë e vjetër. Megjithëse kemi përmirësuar ne, domethënë është njëjti
i njëjti proces që ndodh te bateria, domethënë me anë të proceseve kimike që e mban edhe ruan energjinë, nuk është efikase, domethënë. Që ajo është gjë e parë që duhet zgjidhur te këta. Po, ke dëgjuar ti për shembull të zë syri tek këtu ndonjëherë domethënë ca super zbulime kështu, jo në për kinera, në për indira, kështu që janë ca bateri super të suksesshme. Janë kot ato apo janë zbuluar vërtet dhe nuk i lë njëri të dalin në treg? Them drejt, nuk e kam dëgjuar. Besoj derisa është me bateri, teknologjia duhet të jetë e njëjtë. Ja të bëjnë kërkim. Më është dukur shumë e çuditshme, kam lexuar para nuk ja fus kot tash se s'më kujtohet fiks, po le të themi një vit e gjysmë 2, domethënë një studente në Indi kështu, në Delhi më duket, në Mumbai, se mbaj mend, që kishte shpikur një super bateri, domethënë që ishte që zgjaste jashtëzakonisht shumë, domethënë, e u fol një 3-4 ditë me sa mbaj mend për atë, dhe se më dëgjuar më fare. Të di. Më duket pak kështu, si slippery. Po, ndoshta janë teknologji që janë shumë të shtrenjta për të implementuar në një fushë aq të gjerë, nuk mund t'i bësh me raste, mund t'i përdorësh, po jo që t'i vesh në përdorim masiv si me makinat. Po, të bëj një paralelizëm unë për këtë punën e shtrenjtësisë daku. Në fushën time, domethënë në ndërtim kështu, ka shpikur edhe një lloj tulle, që tull nuk është asë si quhet me tull, domethënë, po një lloj forme që është me xhel, me membran. Edhe e ke parasysh është jashtëzakonisht shumë e lehtë, kupton, e ka ato izolimin për zërin e për to, normalisht i ka shumë më të mira se sa betoni, shumë më të mira se sa tullat apo materialet e tjera, domethënë. Edhe thoshte në fillim ishte jashtëzakonisht shumë e shtrenjtë, kushtonte afërsisht tek 6.000 euro një tull nga këto. Ka parasysh me përmasat e një tulle normale. Po. Edhe pastaj në fillim kur kam ardhur këtu që bie para 6 vitesh. Në dhjetor, më saktë, në dhjetor 2019 kemi pasur një seminar në shkollën që prezantonin prapë dhe kishte quar kostën në 1.200 euro për një tull. Tashi, po ta bësh me rregull treshit, nëse ti brenda 3 vitesh, domethënë, e ule çmimin aq shumë, domethënë, sa i bie, nga 12 në 2 tani nuk më amendja se duhet të zgjasë shumë derisa ta çojnë në atë lloj pike. Po është problemi tjetër, domethënë që qysh ka namin industria e naftës, domethënë këtu në Europë ka namin industria e çimentos, e kupton, edhe guroreve dhe gjërave. Po. Si dim tash i bëjnë lobbying apo s'bëjnë lobbying ata, po që është ka shumë politik, jo vetëm në atë, në çdo lloj fushë, një teknologji që mund të jetë më e mirë, është më e re, ata thjesht se kanë interesa tek diçka tjetër, do shtyjnë atë tjetër, nuk s'është e thënë që do e lënë të konkurojë ajo apo ti dhe në treg. Shumë gjëra vendosen nga politika. Po shumë gjëra vendosen nga politika, po ideja është, domethënë që këtu ka domethënë janë të miksuara shumë politika, se do të llogarisësh dhe pak me faktin që nuk është as Amerika, as si shtetet më dha, domethënë që kanë resurse infinite. Janë mes të Europës, këtu s'ka, këtu vetëm gur, erë ka, edhe cimento. Çdo që tjetër vjen e importuar normalisht. Po. Ma mendoj se duhet lëzim një rol të madh. Po janë vetë institucione, domethënë ke institucione shumë më dha, siç është Bashkimi Evropian që kanë burokraci pafund. Ato s'lejojnë, nuk e se lejojnë shumë vend për të manovruar edhe për të bërë ato që duhet. Sa të kthehet i gjithë institucioni dhe kthej kokën të bëj të vendosë se çfarë do bëhet me një teknologji apo me diçka tjetër. Do duhet shumë kohë, janë dhe shumë njerëz që duhet t'i ndryshosh mendjen. Apropo Bashkimi Evropian, se më ke dalë në shteg fix, se njerëzit nuk e dinë, po ti je oponent i flakt i Bashkimit Evropian, domethënë nuk e di ke dëgjuar lajmet apo jo. Ta qartësoj në fakt, se jo se unë jam thjesht kundra këtyre institucioneve të mëdha që janë krijuar. Edhe
jo vetëm Bashkimin Evropian, po edhe qeveria që është në Amerikë është bërë shumë e madhe dhe gjithmonë mundohet që të zgjerojë fuqitë e saj. Duhen limituar fuqitë e qeverisë që njerëzit të jetojnë të lirë. Ajo është, domethënë, ajo është parimi që ndjek unë me të gjitha, jo vetëm me Bashkimin Evropian. Po ashtu të na ruajt Zotin e se këtu janë zgjedhjet tash në vjeshtë dhe këto jeshilet, partia jeshile, domethënë është kështu, është është grin, që shton tash jemi grin, jemi për çdo gjë të mirë, çdo të avancuar, plako po janë komunistë në bëth. Larg na ruaj Zoti nga ata. Po doja ta lidja më shumë me faktin që se ke dëgjuar lajmet akoma, domethënë nuk i japin akoma, nuk kanë datë akoma ata për hapjen e negociatave me Shqipërinë. Po. Edhe kishte dalë ai Kokoshi para ti po thoshte ka dështuar Beja, po kësaj radhe un jam me varkën tende. Domethënë që kësaj radhe dhe unë them që ka dështuar Beja, sepse të gjitha ato që kishin shkruar ne i kishin plotësuar. Ashtu si kishin plotësuar, po i kishin plotësuar, domethënë. Edhe janë vetëm për faktin mos ndahet nga Maqedonia, se Maqedonia ka një cultural dispute me Bullgarinë, e ke parasysh? Po. Bullgaria i ka vënë vetëm për Maqedoninë, domethënë. Ai ta plerat thonë që mos të ndaheni bashkë. Sikur na ka bërë një nën, sikur jemi binjak. Është absurditet fare, jam jashtëzakonisht shumë i zhgënjur. Siç ka thënë Ilir Meta, Merkel merr masa. Po. Aty është komplet i gjithë rajoni që është shumë i destabilizuar, edhe nëse domethënë nuk e se kam ndjekur shumë, po nëse do vendosin ata për Shqipërinë, do jenë shumë vende të tjera që do ngeni keq aty. E kam frikë mos se destabilizojnë më keq, po kur vjen puna tek Beja, unë e shoh atë e shoh një zgjidhje për një problem që nuk ekziston për mendimin tim, që të bashkohet e gjithë Europa në një qeveri të vetme. Se ne kemi folur dhe të tjera, domethënë që më ke thënë ti që Bashkimi Evropian, argumenti jot ishte që bëri që shtetet të bashkëpunonin më mirë me njëra tjetrën, edhe të viheshin ca standarde kur vjen puna te tregtia apo tek shkëmbimi i madrave etj etj. Sipas me, domethënë ashtu si mendoj unë, ato do vinin me kohën, nëse se shtetet nuk do arrinin konkuronin dot nëse do ishin të ndara me njëra tjetrën, do formoheshin koalicione të ndryshme, edhe këto në një treg të lirë ata do detyroheshin që të bashkëpunonin me njëri tjetrin. Edhe pa BE-n, nuk e se do, prandaj them që është zgjidhje të një problemi që nuk ekziston, që do zgjidhet vetëm me kalimin e kohës. Po, ti e thua këtë, domethënë se ti jeton aty, domethënë që ta bëthen me Meksikën poshtë me Kanadën sipër, po ne kemi ujë kundër dera, çfarë ti bëjmë rusit? Po nuk tallën bëthen me Meksikën, se këtu domethënë ma shpjego çik, çfarë do të thuash ti që ne tallën bëthen me Meksikën? Literally atë që bëni ju për ditë valla, si do ta keni me Meksikën ju. Ata meksikanët janë shqiptarët e atij kontinenti e plak. Në Europë jemi ne, domethënë shqiptarë që shkojnë nga Shqipëria, po problemi nuk qëndron se këtu po tallet bytha që kufiri me Meksikën nuk është më i fortë se nuk është aq i fortë sa duhet të jetë, ne po i lëm të vinë këtu ata. Jo se un kam ndonjë gjë kundër atyre, po e gjithë problemi qëndron që nëse ata po ikin nga vendi e tyre, e shohin këtë si rrugë, ata kur nuk kanë për të arritur në një pikë do thonë, okay, ne s'kemi më nga t'ja mbajmë tani, do rregullojmë vendin ton. Nëse ti këtu i lejon ata të futen edhe marrin në shqetësi të gjitha të tjera, ata atë punë do bëjnë, të vazhdojnë. Edhe Meksika do shkojë atje ku ka vajtur e do bëhet më keq, se do e marrin në dorë jo kartelat, jo kriminalët të ndryshëm që janë andej. Për atë shembull skepse jemi në Meksikë fare, ne kemi në Shqipëri tako po dërgoj vëlla pasaj ca poste në Instagram të kënaqësh, kështu është Bagdad ose Bronx apo periferi Chicagos që keni ju aty. Po njëta që është, edhe aty në Shqipëri absurditet në plapa. Atë shohin rrugë që vendi jon nuk bëhet, ne po zgjedhim të ikim se nuk e se njerëzit po ikin se duan, se shumica që ikin lënë njerëz mbrapa, edhe mundohen t'i marrin edhe ata që kanë lënë andej. Mirë, të paktën të jemi të një mendimi të paktën që njerëzit gjithmonë kanë për të ikur, sidomos të rinj domethënë, po jo aq shumë.
Po, një mendimin që përderisa ti ke mundësi të bësh më mirë, normale që do e pranosh mundësinë, do ja japësh veten atë mundësi. Nëse të del rasti për të ikur, do ikësh, nuk është se do I thuash jo ti vetëm ti jesh një patriot I flak, nuk e di. E di që është më e frikshme për mendimin tim valla, se po ikën dhe shtresa që jeton pak më mirë se sa tjetra. Kupton? Se unë do me thënë edhe ti nuk kualifikohemi për të. Se unë kam ardhur thuj direkt për shkollë, do me thënë, nuk është se e bëra atje dhe hika për shembull. Po personat e tjerë për shembull që kanë studiuar mjekësira, infirmierira, kupton, ose zanate që kanë shumë punë apo inxhinierat, për shembull, ka inxhiniera plota ndaj, sidomos nga ato që janë elektrike dhe mekanik, domethënë që kanë ikur ande dhe vin punojnë këtej, domethënë. Kjo më duket pak fatkeqësi, kupton? Se ai që punëtor ndërtimi, vëlla që ka ikur I mat në Greqi ato kohë, domethënë, apo daja ime apo tezet apo të gjithë, domethënë, ma mendja se ashtu ikën çdo lloj njeriu, kupton, se për ato lloj bagazhi që kam, ato lloj pagash domethënë normalisht do punosh me 10 euro në Gjermani dhe jo me 30.000 lekë në Shqipëri në ditë, kupton, është ndryshimi kolosal. Po që të ikin cilat të tjera të vëlla, më duket shumë e frikshme. Po, ja të them rastin tim, se edhe prindërit e mi nuk është se kishin, domethënë kishin bërë fare shkollën në Shqipëri, mamaja ime ishte mësuese, babai im ishte në ushtri 20 e ca vjet. Pas ushtrisë pasaj, domethënë ushtria atë e preu komplet, nuk I dha ndonjë mundësi, I dha një pension që ishte atje 100.000 lekë që jepte qeveria, I dhan 200 në fillim, po pastaj thanë, ju dham shumë, edhe ja morën mbrapsh ato lekë kërkuan I paguan mbrapsh. Kupton? Ilaçe ju bë. Domethënë këtë histori e din shumë veta që kanë pasur prindët ushtarak, edhe megjithëse babai im nuk e se dinte anglisht mirë apo ishte I përgatitur për të ardhur këtu në Amerikë, më mirë se në Shqipëri e dinte që ishte këtu. E do gjente një punë që nuk do ishte në fushën e tij apo nuk e se ishte diçka që I kishte bërë përpara, po e dinte që do paguaj, edhe besoj se për shumë veta është e njëjta situatë. Edhe ata që mund të jenë pak më të përgatitur për të lëvizur jashtë, domethënë kanë mësuar anglishtën edhe kanë bërë një shkollë që njihet këtej, edhe janë në një fushë që I ofron më shumë mundësi, edhe për ata është e njëjta situatë. Pare se ti edhe pak larg, domethënë po. Edhe unë domethënë ti e di që unë e kam çik qef kështu, domethënë, ça thonë që bëj sikur jam kështu patriotist ose patriot ose nacionalist, domethënë, unë kam qef të mendoj se jam vërtet. Edhe më shkon her pas here domethënë në mendje plako që do kthehesha unë, domethënë, ose nëse do kthehesha, kur do kthehesha, ose nëse se me çfarë kushte do doja të kthehesha. Dhe drejt vëlla, atje ku vete mua me ne gjithmonë janë thjesht pagat, e kupton? Se pagat nuk do jenë njësoj në Gjermani, domethënë, po nëse ajo netoja, ajo pjesa që ngel, domethënë, do afroj, ma mendja se është një arsye për të kthyer, se ti nëse për shembull e zëm se aty je, domethënë, me lekët që të ngelin në fund, jo nga taksat, jo jeta ajo që këto, domethënë, normalisht. Aty nuk mendoj se do ishte denj pasaj të ikje. Për çfarë do ikje? Do ikje vetëm nëse ke fiksim fare pasaj. Nuk është puna vetëm me tek të ardhmë, se dakord, edhe këtu nëse do punosh, do paguash qeran që aty është 200.000 lekë, tu është $2.000 për shembull ta zën. Do më thënë nëse nuk mundohesh gjithmonë që të kërkosh për më shumë, do jetosh po njësoj si në Shqipëri, paga shumë, kur vjen puna tek të ardhurat. Nuk do futesh aq shumë më njan në atë arkën e kursimit, do futesh shumë pak ose fare, mund të jetosh nga paga në pak. Po një gjë që është më mirë është infrastruktura, gjithë ato mundësitë e tjera që aty në Shqipëri as nuk e imagjinon dot. Ke shumë gjëra që ekzistojnë, që funksionojnë shumë më mirë kur nëse shkon jashtë shtetit. Për shembull siç the ti kur për transportin publik që janë ato. Megjithëse janë përmirësuar në Shqipëri, edhe Tirana mund të jetë shumë mirë tani, se kam pak kohë që kam ikur, po për rrethet pasaj nuk më thua dot që ato i afrohet transporti publik, i afrohet fare Tiranës, nuk i afrohet as Tiranës, është të shkulesh dhëmbët, nëse do jepish atje se të vjen
Hipën dikush hipën me dhi brenda në autobus, më për ti ti shumë mirë dhe vetë, ke qenë s'ke qenë në Tiranë plako, po Tirana domethënë është jashtëzakonisht shumë skandal. Nuk mjaftohet asnjëherë transporti publik vetëm me autobusat. Unë e kam thënë, edhe do e them, domethënë sa të kem frymën e vetmja zgjidhje e përjetshme për Shqipërinë është sistemi i kurudhës. Pa sistemin e kurudhës, sidomos ai i madrave. Po përqendrohemi njëherë te transporti publik, njerëzve domethënë, nuk është kot të burr, është e kot fare, sepse një tren ty vetëm nga Tirana në Durrës, nga trafiku rrugor, të heq minimumi 30 vagona. Të heq minimumi 10 autobusa. Plus nuk e di, edhe me rrugët tani është shumë keq, domethënë jo vetëm për kualitetin e rrugëve, po edhe kualiteti shoferëve nuk është i mirë. Janë skandal rrugët e punon. Shiko, na era mirja bëjnë aty popi, domethënë se kur ke dëgjon sa rob, domethënë që thonë që se bëri rrugë Saliu, na bëri këtë, na bëri atë, na bëri rrugën e Komi, na bëri rrugë atje, japi kështu e duket sikur çaj. Se më çat keq i ke pa nga Sali Berisha aty. Po pële tash mos hapa të mohabet, se një mut janë gjithë edhe ky tjetri që po bën tash asnjë lloj ndryshimi nuk ka në lidhje me rrugën nga Sali Berisha. Po bëhet një rrugë e re tash, domethënë që kalon nga fshati që jam unë në Preardhi, nga Droboniku, domethënë. Po. Aku qelloi domethënë që para se ta nisnin këtë ata, del projekti kështu online domethënë. Qelloi për drejt atë lëndën unë ndërtimit të rrugës e kisha për provim. E kupton? Edhe isha unë i super përgatitur për ta analizuar atë. Isha kështu me jashtëzakonisht shumë qejf, futa e pash daku jashtë çdo lloj standardi, Ishte skandal e burr, skandal, as për punim, as stresa, as një gjë. Rrugë që kalon ajo do vej rruga deri në do kaloj për vetin, do dali në Kulcyra ndej nga mbrapa nga del domethënë. Edhe është bërë si rrugë lagje kështu. 2 makina nuk shkëmbehen dot me njëra tjetrën, duhet hapi kraun. E kupton tash ti? Po bra. Po ajo është e keqja aty, se ta të gjithë këta që vinë, dhe të vikush doj këta në vazhdimi njëri tjetër, nuk është se do shofsh në ndryshim të madh. Plus këta kujtojnë një në 4 vjetë kur janë zgjedhje që bëjnë këto rrugët e tjera. Pastaj rinë qetësita, mbushën edhe xhepat e vet, të gjithë. Po mirë mos e shiko. Po ta marrim kështu domethënë nga një aspekt komplet pragmatist kështu domethënë. Ata atje vllai në fund fare ne dim çfarë mutresh janë atje për të vjedhur, janë për veten e tyre. Kupton? Ata do vjedhin. Nëse ti lejon do vjedhin. Atje nuk ka asnjë lloj shoqate apo rritje që të kontrolloj këto. Unë shikoj këtu për shembull sa herë që ndërtohen rruga, po rikonstruktohen, se s'kan çfarë ndërtojnë, kanë ndërtuar gjitha, vetëm kur i rifreskojnë domethënë ose kur bëjnë një ndërhyrje në tokë të gjitha. Dalin domethënë 2-3 organizata të pavarura që bëjnë vlerësimin domethënë edhe një herë që ka qenë në rrugën nga Cottbus, quhet një qytet në Leipzig domethënë, një nga këto organizata bile hodhi në gjyq atë domethënë, edhe i ra, duhet ta riprojektonin nga e para ata se nuk i përmbushin standardet. Tash ti në Shqipëri nuk ke valla. Ti në Shqipëri ke vetëm atë individin që sidomos atë fshatarin domethënë që ka edhe pak tokë që i duhet se s'bën ajo rruga që thotë që mua ma kanë shtypur kokën aq shumë sa që aman ta bëjnë, vetëm ta bëjnë. Po bra, po s'është vetëm ajo, aty është problem që nga edukimi që vjen nga e para fare, që vazhdojnë të gjitha këto gjëra kështu. Edhe nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Megjithëse që nga koha e komunizmit kanë ardhur ca gjëra janë përmirësuar, po shumica janë vazhdimi i asaj, ne po mundohemi të ndërtojmë me themele të prishura, nuk është se i kemi nisur nga themelet, i kemi bërë themelet tamam, e po mundohemi të ndërtojmë një vend tani ta bëjmë ashtu siç duhet. Ne po vazhdojmë me ato themele që kishim, e duam ta ndërtojmë më mirë tani, po. Është një çift fatkeqësi është. Po se di, ç'a i bëhet asaj pune. Se di, do të thënë, shiko të them diçka unë ty. Ti e ke lexuar Kushtetutin e Shqipërisë? Jo deri në fund e kam lexuar. Unë s'e kam lexuar fare, do të thënë.
Edhe nuk e se ku dua të dalur me këtë që kush shiko, ne jemi shqiptarë se kemi lexuar Kushtetutën e Shqipërisë. Sa shqiptarë të tjerë janë si puna jonë, që nuk e din, nuk e kanë idenë se ç'a përmban Kushtetuta e Shqipërisë. Këtë vëre unë, domethënë këtu të jap jashtëzakonisht shumë të drejtë, domethënë. Unë edhe për ndonjë gjë, ndonjë lajm shikoj ndonjë debat publik, domethënë që sado që diskutojmë me çuna, domethënë dy gjëra janë, domethënë, ose nuk e dim ligjin si është ligji, po edhe nëse do jetë ligj ashtu domethënë, po mos e di si funksionon në Shqipëri domethënë. Kështu që njerëzit që jashtëzakonisht shumë të drejtë kur thonë që se ka lexuar asnjëri Kushtetutën. Edhe jo më pastaj te kodi civil, e kupton, apo kodi penal, që i jep në thelb domethënë se ta janë gjërat të ndaluara, të pandaluara e mëthetës. Dakor ato mos i futemi aq shtell, se nëse ti nuk do vazhdosh në atë fushë jo kodi penal ato të tjerë, nuk e se do të duhen shumë, po të paktën Kushtetuta e Shqipërisë. Që ta lexosh edhe të thuash, ore kjo Kushtetuta jon është në rregull si krahasohet me kushtetutat e vendeve të tjerë. Si krahasohet me Kushtetutën e Amerikës, që është një nga më të mira, mos të them më e mira. Ne Kushtetutën e kemi shumë të mirë, domethënë. Unë kam lexuar atë herën e fundit që jam kthyer nga Shqipëria, që jemi para 2 vitesh, domethënë. Nisha atje jam ora Ergisit, e kupton. Ergisi nxyr ligjore të tërdita. Që disa kushtetuta ka atje. Kishte një në shtëpi, thash më do e marr unë ta lexoj. E ato në fillim duke vetë në një Kur'an, shumë duke ç'a është, domethënë. Po që ishin shumë gjëra, domethënë, që ishin të cituara shumë thjesht. Pastaj ishin ca të tjera që linin jashtëzakonisht shumë vend për interpretim, domethënë, sidomos me unë kam marrë këtë vetëm për arsye të këtyre disputeve që kanë pasur domethënë presidenca me të gjitha, për atë arsye e kam marrë ta lexoj domethënë. Dhe pikërisht ajo që më interesonte mua ishte kështu, jashtëzakonisht shumë gri. Nuk e ndaje dot domethënë. Nuk është fair, e kupton? Ato duhet që të jenë sa më të qarta, kur për shembull të drejtat civile që gëzon çdo njeri. Unë nuk e di për shembull. Për zotin unë nuk e di. E 2 sekonda. Se ne kemi mundësi do plak, pse vuajmë kohë. Jo, nuk vuajmë kohë, por ne nuk kemi një Jamie, kështu që na i Jamie Polderon. Kushtetutën e Shqipërisë. E di çfarë më s'ka pëlqyer një gjë që më kështu më bëri të ndihem jashtëzakonisht shumë keq. Ishte printimi. Ai libri duket kështu se në një libër gatimi, jo si Kushtetuta. Është shumë disrespectful ai dizajni. Është Kushtetutë më plak. Bëje një çik me pesh, jepi hardcover kështu. Ja coverin kartonit pak në jepi na i shipoj na i gjë kështu. Ai është libër griella. Nga ato libra që i lënë në stacion treni kështu. Me ato faqe që ajo letërsia e vitit 2 që po ta gërvishe kështu i fshihesh shkronjat. E marrën? Po pra në ato letrat që po t'i frysh të griset letrat. E keqe shumë. Jeni e buni letë tani, vidhni në një qik, e kupton po. Dhe Kushtetutën pak e qivaj temën se mëse. Po. Te Kushtetuta do i kërcesh lekë? Dhe kjo duhet se duhet, mund të bëjmë një episod tjetër ku e diskutojmë me këtë, me asa dim ne si jo njerëz që me ligj apo kemi studiuar juridikun e tjerë. Herën tjetër kështu do të bëjmë disa episode njëra mbas tjetrës, do t'i hyjmë asaj nga fillimi deri në fund. Po, me që dolëm me këtu, se këtu thot mendim keti për demokracinë. Jo, po të pyes ç'mendim keni për demokracinë, si mënyrë qeverisje? Qeverisje, po. Tash me këto, shiko, se ne jemi edhe një çik të ndikuar tash, nga ato që dëgjojmë, nga ato që kemi pasur lexojmë, aq pak sa kemi lexuar domethënë. Me mendimin tani, domethënë, është si më i miri i momentit, e kupton? Po që normalisht domethënë një rob që i futet në një analizë objektive, domethënë sidomos një që pretendon të bëhet inxhinier siç dua unë, domethënë që duhet ta shikoj ato sa më objektive të mundshme, ka mangësi plot domethënë. Edhe është argumenti që përdorin shumica, që është argument bastard komplet, domethënë që po thosh që
Në momentin e parë që ti ke një budalla më shumë se sa njerëz të mençur, të mori lumi. Po. Po shiko, se problemi me demokracinë qëndron që siç thot ajo, që është pushteti i popullit nëpërmjet përfaqësuesve të zgjedhurve që zgjidhen me anë të votës. Tani, çfarë e mendon tani? Kur votojnë, ta zëmë se votuan, domethënë ne dim, votuan 500.000 veta në Shqipëri, fitoi PS-ja, domethënë diku mbi gjysmën e atyre 500.000 votave i mori PS-ja. I bie diku te 260.000, 270.000 vota, bien dakord. Po marrim shifra kështu, domethënë Ta amencuara, nuk e se kanë votuar më shumë, domethënë, po në përqindje i ke saktë. Po. Edhe tani 280.000 veta vendosin fatin e që janë 3 milion shqiptar, në ata 3 milion 260.000 shqiptar vendosën se si jeton pjesa tjetër e kombit. E mira, aty s'ta ka fajin ai, plako, aty ka fajin po, dakord, po se ne i dim të gjitha këto, do me thënë, sa veta e kanë shqitur votën për një thes me mia? Ideja është se tani po dalin vetëm këto. Tani këto po dalin vetëm tash se janë çuar të gjithë ramës se po i ble votat, nuk e mban mend. Jo vetëm ai, nuk po e marr rast konkret. E di, po kjo ka ndodhur gjithmonë se nuk e mbajnë mend kur lini me orët e mësimit në atëre kur vinte Sali Berisha në përfshatra që ik na merrin me autobusa në zonin edhe kur shikonim që shpërndanin thas me mjella ndej në dy teknike në luma se atëre nuk quhet, vetëm tani quhet kjo. Po kjo është buridheut, po unë jam jashtëzakonisht shumë kritik, domethënë duket ndonjëherë kështu si arrogant, domethënë që kur thënë që popull dele po mirja bëjnë, domethënë po. Nga njëra anë vllai është një çike vështirë se nëse je në një skamje të degraduar, domethënë, cila është më e mira, një thes miell apo jo një thes miell. Se ai tipi nuk e ka atë shkollimin që ta kuptojë që çfarë vlerë ka vërtet vota e vet. Plus aty i duhet edhe një zgjidhje e shpejtë. Po derisa del aty që thjesht një thes me miell manipulon gjithë sistemin, ta komunistat edhe marksistat pasaj që hidhen përpjet për të censuar demokracinë, e kanë dhe këta një farë të drejtë. Çfarë drejtë ka ata meri pushkatoi gjitha fucking communist. Nuk ka mos më mbro fare më ata se ata veremi kulturës. Nuk i mbrojet se nuk e se bëm. Nuk ka as më drejta, gjithë ata që kanë pikpamje marksiste, leniniste, çfarë janë lloj fjalësh që nxjerrin këta për ditë, kështu se nuk do t'i provojnë në çdo lloj shteti që i vënë emrin e tyre. Sado ata janë thjesht njerëz që nuk kanë provuar asnjë gjë nga jeta, valla. Me pak fjalë, kupton se nuk mund asnjëherë nuk mund të nisesh nga fakti ti që të gjithë njerëzit janë të mirë. Mendimi aty jam dakord me ty, nuk është se çdo njeri bën zgjedhjet e veta, nuk është se linde i mirë ti do jesh i mirë. Nuk lindi mirë fare, domethënë, varet nga zgjedhjet e tua se çfarë bën gjatë jetës. Ora njeriu nuk është as i mirë as i keq. Njeriu është thjesht i përpunueshëm. Po. Është vetëm kjo është fakt. Fakti është njeriu është i përpunueshëm, asnjë tjetër s'është njeriu. Po kanë fjalën që një demokraci drejt për drejt nuk funksionon, se shumë manipulohet shumë lehtë. Po ideja është domethënë mirë. E zëm se nuk funksionon. Deri diku domethënë që populli zgjedh udhëheqësit e vet, zgjedh përfaqësuesit e vet, është ide shumë e mirë. Po nëse ajo lihet pas një lloj balance, domethënë diçka që ta kontrollojë atë, ndodhin këto gjëra që një thes me miell tani ndikon te rezultati i zgjedhjeve. Sa mund ndikojë nuk e dim, po. Jo, ne po diskutojmë parimin tash, që është fatkeqësi të ndikojë një thes miell. Po, ke drejt, domethënë, po shikoj tash se për shembull dua të kem mundësinë domethënë që të flas, të arrisja më shumë njerëz apo të bëhem inxhinier bile në banjë pa dalë nga shtëpia, një rob tjetër do të ketë mundësi shkollimi në X vend, një rob tjetër ku digjaj unë valla do të ketë taksa të ulta. Edhe janë ata njerëz që duan një thes miell. E kupton? Po bër. Çdo gjë sipas rrethanave se tash nëse ti nuk ke një thes me miell, nuk do të kërkosh X5 edhe makina edhe trena ku di unë. Shqipëria është Hunger Games style apo e kupton? Ai të deprivon, të nxjerr djerr ai shumë, domethënë të shkatron
ai shumë në bërtham, sa çdo lloj do me thënë ti je jashtëzakonisht, tu bëv dita 1000, marrësh nga ditët tona. Për 25.000, se ty atje të ka vajtur puna. Unë e kuptoj jashtëzakonisht shumë mirë atë. Po unë se kam probleme me këta. E kupton? Nga ajo stres, unë vi vetë deri në një par pikë, domethënë, shqyr zoti nuk kemi pasur nevojë asnjëherë për miell e për kështu, domethënë. Po nuk kemi qenë vëlla milionera, kupton? Punëtor ka qenë. Po normale të gjithë. Po s'janë ata probleme. Paga shumë në situatë ka qenë, se problemi me plako janë këta që i vën nga mbrapa, domethënë, që mendojnë se janë pidha zeme kur i thon muhabet trosh, domethënë, edhe që mund të arrijnë diçka, domethënë, pastaj ikin në forume partie, ikin bëjnë patronazhim, patronaleshi, të gjitha të tjera. Me këta e kam rob që kanë një profesion që kanë parë çik dynja me sy, sidomos të paktën nga qyteti në qytet kanë takuar njerëz që kanë bërë një shkollë. Plaku më duket jashtëzakonisht shumë absurde, të vesh të kalosh algebrën, e kupton? Edhe në fund të ditës të bësh politik me klasë politike të kalbur. Tash ti ke bërë diçka jashtëzakonisht shumë të vështirë dhe ja ke dal. What the fuck are you doing now? E kupton? Po tani ka dhe shumë veta që merren me parti për të kaluar algebrën në Shqipëri. Mirë, unë po them për ata që kanë kaluar vetë dhe që janë vajtur nga mbrapa. Kupton? Po bra. Si di edhe, bëjnë çik lloj. Aty nuk ekziston meritokracia më plak, ekziston shumë pak. Domethënë, ai që mundohet me të gjitha, pastaj ti ke edhe kur fillon, se ne kemi qenë vetë në shkollë, a mos ai është vari lesht, ai mëson. Sa e ke dëgjuar këtë? Shumë fare. Shumë fare. Qa aty fillon e? Se ti kur thua atë për t'i këshim mëson, mundohet me tjera, edhe ai do të thoj mua më tallin kur po mësoj, pse duhet të mundohem unë. Se edhe ky tjetri që nuk merret fare me këtë punë, edhe ky merr njësoj. Se ka fajin ai e burr, se thon ashtu, fajin e ka familja burr, ai fëmia çka ka, ai ato di. Po nuk e ka as familja më pra, aty është faji shoqërisë e gjitha, është thjesht mentaliteti komplet është. Po mentaliteti nga familja nista, po tash. Se ai fëmia vet nuk logjikoj atë ashtu. Ai nuk i është mësuar asnjë respekti që duhet të kesh ndaj një personi tjetër, sidomos kur nuk e njeh, kur nuk e bën. Normalisht do hedhi fjalën e fundit. Fëmia është helm, po ta lesh, kush e di ka sot. Fëmijët me njëri tjetrin kishin mundësi edhe do vriteshin, po se nuk i mendojnë gjërat siç duan. Po pra se aty janë shumë probleme që besoj se zgjidhen me anë të asaj. Për shembull ti ke shembulli tjetër. Edhe ti e ke dëgjuar që me kalojmë në këtë se kush merret me këtë edhe vitin tjetër klasën 9 këtu të shkojnë gjimnaz, se do të mbajmë peng tunë, do na prishi vitin. Po, ajo është e keq shumë. Domethënë ti ke një sistem aty që nuk të mëson asgjë, edhe po të mësosh, edhe po mos mësosh, ti thjesht e kalon klasën, do e marrësh klasën. Sistem që nuk të ndëshkon kur ti nuk vepron ashtu siç duhet. Shiko, për të sistemin do të them disa gjëra, domethënë pa u ndryshuar sistemi i fare, domethënë, siç që edhe se fatkeqësisht për sot edhe një çerek orë ko kemi se mua më do të lëviz, po dua të them 3-4 gjëra që ti vazhdoni atë herën tjetër, domethënë. Ka ndodhur ndryshime të reja tash domethënë me vështirësinë e lëndëve dhe kanë dalë që kanë ngelur shumë njerëz e thanë ulni atë nivelin domethënë se shumë i madh. Unë mendoj se është gjëja më e mirë që është bërë me ato kushte që janë. Pse? Nuk e them këtë faktin fare se e kemi kaluar ne ashtu siç i kemi kaluar apo notat që kemi marrë. Ne jemi të shkuara. Të shkuarën nuk e ndryshon dot më. Kemi përfituar, s'kemi përfituar është tjetër gjë. Të shkuar nuk e ndryshon dot më, të ndryshon të ardhmen. Rritja e nivelit të shkollave është gjëja më e mirë sepse niveli i ulët për të hyrë në universitete edhe për të marrë një diplomë e ka degraduar atë lloj shoqërie në atë farfeje sa 80% e kamarierëve janë jurista apo menaxhim biznes apo budalliqe të ndryshme. Rritja e nivelit nuk dëmton asnjëri. Thjesht atë klasë që do dali do jetë me nivel më të lartë. Mbasi të ke kaluar 5 vite, më se duhet diskutuar prapë. Po edhe ulja e nivelit, se nuk ndodh ulja e nivelit thjesht nga ato që përmendëm ne.
se kemi edhe këtu në Amerikë që ulet niveli se hajtë më mos i bëjnë fëmijët të ndihen keq. Edhe nëse thot ai 2+2 paras 5, ashtu e mendon ai ka të drejtë, mos i thoj jo. Se ajo është akoma më gabim. Të sugjeroj ty, nuk e mëson. Edhe atyre bilionave vetave që po na dëgjojnë ne, për këtë lidhjen, për këtë që fjalin që sapo theti tash domethënë të shohin emisionin e Ylli Rakipit të pa ekspozuarit, nuk e mbaj mend datën fiks, po është e këtyre fillimit të javës, domethënë tani duhet jetë datë i të hënës ose të martës, që i bie 21-22 qershor 2021. Janë të ftuar domethënë disa intelektual të mirë, të qetë, që diskutojnë vetëm për këtë gjë që po thosh ti tash, vetëm për këtë. Domethënë që sa problematike është kjo gjë. Që i tregonin njerëz që i vinte prindi kur ishin mësues, domethënë i thoshte jo, po ç'ne fëmia ime është gjeni, fëmia ime është yll, ç'ne fëmia ime të marri 6 apo 7 apo 5. Po. Mua mos gërdhini në dru. Bie fjala kur të vija unë në shtëpi aty. Në gjimnaz nuk i tregonin notat fare apo jo. Na kërkoi llogaria 1-1. Edhe ja di për nder, ai shumë inate kanë pasur se edhe adoleshent kemi qenë. Është gjë që unë tako ajo kërkesa që më kanë kërkuar ata gjatë gjithë kohës, kanë kërkuar gjithmonë më të mirën. Është gjë që unë ja di më shumë për faleminderit atyre. Pa nisur me financat e pra asnjë lloj mundësie asgjë. Ajo mua më kam personalisht vetë më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Po ajo është aty jo vetëm që ti vazhdosh mirë ti mësosh gjën e gabuar dhe thua vazhdo se mirë e ke. Është edhe puna tjetër është që ka dhe një farë pritshmërie. Ndoshta ajo në Tiranë, po në rrethet e vogla ku pak a shumë njerëz njihen me njëri tjetrin, ti ke pasur një vëlla më të madh apo një kushëri që ka qenë mirë në shkollë. Kur vjen puna te ty pas, ose është vaja e tij ky ose është kushëria e tij, mëson edhe ky. Ja të pasojat e komunizmit, dakor, ajo nepotizmi, ne jemi shoqëri e degraduar ashtu, ku kanë bërë një monolog në ato në fillimet e para kur e kanë provuar, domethënë që tek Sungeri më duket se e them që ja heqin, ja zhveshin vlerat e individit. Ato janë tipare marksiste, domethënë që është e bën shoqëria, nuk e bën individi. Individi është aja e çdo lloj gjëje. Pa individi nuk ekziston as shoqëria asnjë gjë. Edhe ne na vetë ke jashtëzakonisht shumë të drejtë kur thuaj se i vetëm më ashtu. Se jo vetëm për ato, jo vetëm për mësimin apo. Se kam dëgjuar shumë, nuk ne kemi pasur edhe kur kam qenë te Irfani, unë edhe ka ardhur edhe me gjimnaz me ne ajo. Ajo kishte e njefte ti, po mos ta vëmë emrin. Po, I kishte të dy prindrit mësues domethënë. Ama ishte gjeni plak vet. E vetmja gjë që më thonë një rod blako, është se i ka prindrit mësues ta mëson në shtëpi. E kupton? Po, është shumë dëmtuese ajo. Jo vetëm ndaj fëmijës, se ti mund të jesh shumë i zgjuar, edhe dakord, le të thon pastaj që jo kishte vakte, kishte kushëri këtë, po nëse ti shkon në shkollë, shkolla nuk të sfidon, edhe ti vetë thua po mirë kam. Për çfarë duhet mësoj? Mirë kam, po vazhdoj kështu. Se unë as po përpiqem, asnjë gjë, po e kaloj klasën, po e dal. Dhe pastaj kur shkon në universitet këtu në Turin, i kam ndodhur shumë vetave edhe kjo. Ka ndodhur mua të parit. Flas nga eksperjenca, jo për gjë. Po flas nga eksperjenca ime personale, që ishim jashtëzakonisht shumë gjëra ndryshës në mos sistemi shkollor. Unë ato 2 vitet e para këtu, domethënë, edhe kam marrë vendimet e gabuara, siç e kemi bërë muhabet bashkë, domethënë për ato drejtimin që ju futa studimit, domethënë. Po jo vetëm kaq, po edhe mënyra edhe kultura e të mësuarit, të studiuarit ishte bërnot. Ishte jashtëzakonisht shumë e keqe, domethënë kemi thyer. Unë personalisht kam thyer Turin atë vitin e parë, ose një vit e gjysmën e parë, kam qenë jashtëzakonisht shumë keq, domethënë derisa e rekuperova me çik depresion, me çik inat, me çik ego, e kupton? Po edhe ajo është problemi i madh që ti vjen nga një sistem ku s'ke asnjë lloj përgjegjësie, shkon një sistem ku ke shumë përgjegjësi, edhe nuk di se si të sillesh para shumë. Për shumicën e njerëzve ajo është problem. Megjithëse se do thonë njerëzit që a mëson në universitet s'ta japin votën, ato s'ta japin notën, ato duan lek, ato duan këtë. Dakor, edhe ato korrupsioni gjitha ekzistojnë, po nuk mund të thuash që 100% e studentëve në Shqipëri që shkojnë në universitet e ka fajin komplet universiteti që nuk mësojnë ata apo nuk kalojnë dot klasën. Se ka shumë, ashtu siç ishim ne, ka dhe shumë të tjerë, se kishim dhe ne shok tanë atje që mendonin po njësoj si ne. Normalisht, ju më shiko, ajo puna që tapi notë për shkak ndodh edhe këtu, po nuk ndodh në faktin të korrupsionit, ndodh nga ajo përgjegjësia akademike që ka i profesori për shkak.
Mua më ka ecur shumë mirë të kohët e fundit, domethënë jashtëzakonisht mirë, jam dhe çuditur me veten. Po, për shembull, këtë radhë semestër kemi një profesor, domethënë që ai ka një vedi akademike, ai shumë të madhe, domethënë nuk e lëshon asnjë presje ata. Është profesor konstruksioni që të korrigjon dhe gramatikën. E kupton? Po kjo nuk do me thënë tash se s'ma dha ai notën, ai thjesht ti duhet të bindesh standardet, kjo është sfida jote. E kupton? Në ndërmjet do hash shumë të vëlla derisa ti arrish atje ku do. Kjo është sfida. E ka përcjellë notë. Po të them edhe atë që kishim në gjimnaz, se thoshte kur merrni 10 ju, thoni mora 10. Pastaj kur merrni 4 thoni më vuri 4. Po bravo. Kishte përgjegjësi nzysha ajo ti. Po. Atëherë na vinte për qeshun e kur e thonte ajo. Plaho. Sa e di sa gjëra kështu, domethënë unë edhe i përjetoj shumë, të më duket vetë ndonjëherë kështu kam qenë shumë legendë, domethënë me shumë persona kështu që kanë këto shprehje, domethënë që kanë qenë shprehje jashtëzakonisht shumë të bukura, këshilla jashtëzakonisht shumë të drejtë për drejta dhe të menduara mirë, domethënë. Edhe ne i shikoni vetëm atë haren e momentit, domethënë që na dukej si satir. Po, normale. Kur i mendon tash mirë dënja, shket fleti, po me ka flet, kush e dëgjon. Po bra. Do me thënë, sa kohë gjonim ne që maronim shkollën gjimnase, shkonim kafenirë, rinim ati si legena. Po, e bëjmë fizikulturë. Kemi për të podcastit i kaluar, kemi diskutuar në qikë për atë edukatën fizike, për idhe. është domosdoshmërie, për idhe. Po. Është gjëra, duhet bërë që po e ke edukatën fizike, më poshtë se shtata mos fullesh fare në shkollë të lartë, për mendimin tim. Është shumë domosdoshme, se domethënë unë kam vuajtur dhe vetë, se s'kam qenë ti e di shumë mirë, kemi qenë bashkë në shkollë, po. Që se mund të ndodhë edhe si këtu në Amerikë, që janë 40% e njerëzve janë obez. Edhe puna ime, mos i merr vetëm nga një anjë ta balancosh muhabetin, domethënë një njeri mund të jetë obez ose mund të jetë si puna ime, domethënë që isha me analiza isha bomba. Isha njeriu më i shëndetshëm, po në trup isha më i holli nga të gjithë. Po. Pra. Edhe ajo valla, ku nuk e, ti nuk ke asnjë lloj përgjegjësie, aty nuk të duhet, nuk të thotë njëri do bësh këtë, do vraposh kaq, do bësh kaq pompa apo një budallik tjetër. Është absolutisht detë valla. Prandaj duhet të kthehet edhe ushtria. Një vit e gjysmë ushtri. Unë nuk jam me atë që bëhet ushtria e detyrueshme, po megjithëse se Shqipëria po luftojmë ne nuk kaputëm duke luftuar lufta. Ore, po çfarë çojnë në ushtrinë apo gjithë ata që rinë në kafe që çojnë 11 i marrin lekë mbra ku çojnë në ushtri, bëjnë një vit e gjysmë ushtria dhe shikoj, do rriej me në kafe apo do thojë do ikë unë tash do vjelu linja apo do bëj një çka vetëm aman mos të bëjmë atë. Po ajo ku dua të dalun se me qenë se edhe ti se ai që shkon rinë në kafe gjithë ditën edhe po të shkojnë në ushtri do e gjejnë një mënyrë që të parazitojë edhe atje. Nuk e se do i bëjnë ndonjë ndryshim shumë të madh ajo ushtria. Për shembull, nëse ushtria jon do ishte shumë aktive, do ishte duke u përfshirë në për konflikte, ku ta diun, budalliqe të tjera. Një njerëz që shkon atje për parazituar do marrim qaftë të tjerë që shkojnë tamam, edhe se ajo puna ashtu është, shkosh me kokën në thes. Prandaj është më që të jenë vullnetar ata të ushtrisë, që ta dinë se çfarë kanë marrë përsipër. Çiko mirë valla, po siç mund të jenë ata situata që do e gjejmë në mënyrë paraziton, më nëse pjesa më e madhe nuk është në për Skype, po do jetë në mes, domethënë ku do jenë rob që ajo ushtria do i ndihmojë jashtëzakonisht shumë mirë, domethënë që të thojë që shikoj se kjo që nga më vështirë se ajo që do të bëjmë, kështu që do vazhdoj ta ndjek atë, ose prit se kjo që nga kështu mua më pëlqen, do vazhdoj këtë, ose e pas ka pasur gabim, nuk do bëj atë, po do bëj diçka tjetër. Takon edhe njerëz valla, i detyruar edhe takon njerëz. Sa interesante që në të njëjtin muhabet tani kemi dalë 2 krahë të ndryshme nga era e parë që folëm për të. Po, nga era ajo ishte një çik personale, era e kaluar domethënë se aty edhe më dhimbte një çik. Mua kurse tani po flas për publikun e gjerë. Është tjetër kur je implikuar vetë. Po gjithsesi. Po shumë drejt. Ne do ta bëjmë kështu tash, avash ta mbyllim këtë podcastin, se unë duhet të shkoj të blej birat edhe të shikojmë Gjermaninë e Madhe ose Francën, varet kush na jep se do të bëja. Edhe e tham atë daku do ta mbajmë fjalën që do bëjmë një sa episode të marri, sa i do i shefi, do lexojmë kushtetutën çdo ligj, derisa ta mbaroj. Po, patjetër. E do i komentojmë. Mirë. Më duhet ide shumë e mirë që edhe ne vetë që ta eksplorojmë të edukohemi më mirë edhe
Për ata 2 milion shikues që na dëgjojnë, toksore. Kem haluar 2 milionë ta ku ofendon ti. Unë tash do bëj collaboration me Joe Rogan. Po. Do ftojmë Joe Rogan njerëz tjetër edhe Alex Jones. Alex Jones. Tash Me Alex Jonesin të parin pastaj i ke puçë do Joe Rogan. Alex Jones. To nuk janë seriozisht, nëse na dëgjon njëri edhe për që ti ftojmë me vërtetë ata po. Duhet një disclaimer në fund. Ja bëj disclaimer, do not expect any Alex Jones in this. Po. Mirë, pastaj dëgjohemi edicionin tjetër. Ja kalofshi mirë në për Boston ora? Edhe ti kalosh mirë aty me futbollin, çfarë do shohësh? Mos pi shumë. Jo, nuk do pim shumë, jemi edhe në kështu afër sezonit provimesh, që kemi pedalen kështu lehtë fare këto. Nuk e deprojmë. Dakor. Dhe pastaj gjithë mirat se folën. Mirë.